ka miratuar skemën e re të mbështetjes për bujqësinë dhe blek të rinj për vitin 2026, ku janë ulur kriteret për përfitimin e subvencioneve për baktit dhe bletarin, por nga ana tjetër është vendosur heqja e skemës së naftës për fermerët. Sipas vendimit është ulur numri minimal i lopëve nga 10 në 5 për të përfituar subvencion, janë ulur kriteret edhe për dele, dhi dhe bletarin, ndërsa mbështetja financiare për krerë është rritur. Por vendimi më i debatueshëm mbetet heqja e naftës pa akcizë për fermerët, një kërkesë e kahershme e tyre. A është kjo një ndihmë reale për bujqësinë apo një mënyrë tjetër për të fshehur problemet e sektorit? Për këtë çështje do të flasim sot me ekspertin Agim Rapaj. Zoti Rapaj, qeveria thot se po rrit subvencionet, por po heq naftën për fermerët. Në fund, fermeri fiton apo humbet? Të bëjmë një sqarim për këtë çështjen e naftës. Realisht, fermeri nuk ka marrë naftë kohët e fundit, sidomos me skemën e fundit, por ka marrë para, ka marrë lek në llogarinë e vet. Për një sasi të caktuar nafte të llogaritur. Po të shikosh skema e vitit kaluar dhe skema e këtij viti ka një ndryshim, por skema e këtij viti ndryshim është në rritje. Pra, nuk kemi heqje fondesh nga skema, nuk kemi reduktim të fondeve të këtij viti të 2026, përkundrazi kemi 12% rritje në shtet. Por është hequr në mënyra se si është dhënë shpenzimit e fermerit për naftën, dhe është përdorur një mënyrë tjetër shpenzime për hektar. Është një nga mënyrat që është shtuar kjo, në të njëjtën kohë, përveç se janë shtuar 16% të fondeve për këtë vit, janë shtuar njëkohësisht edhe një 10% fonde për rimbursimin e faturave të shitjes së produkteve për fermerët e paformalizuar që nuk janë në TVSH. Në këtë këndvështrim nuk kemi ulje ose heqje të akcizës naftës, të rimbursimit të saj, por kemi një rishpërndarje të këtyre fondeve në një formë tjetër që për perspektivën është më dobitpërurse, për arsye sepse Bashkimi Evropian në vijimësi do të mbështesë sektorin e bujqësisë duke u bazuar tek sipërfaqet e mbjella, pavarësisht nga pronësia, pavarësisht nga problematikat që ne kemi. Pra ne do të shkojmë tek kjo mënyrë e subvencionit për hektar të mbjellë. Dhe besoj që ky është viti i parë që fillohet me këtë, natyrisht që nuk është në nivelin e kërkuar, nuk është në nevojat që duhen, që kërkon bujqësia, por nuk është kemi pse ta perifrazojmë si heqje të akcizës ose si heqje të fondeve për naftën. Përkundrazi, nuk janë hequr fondet për naftën. A është heqja e naftës një goditje direkte për fermerët shqiptar? Jo, nuk është hequr nafta, nuk është hequr. Është ndryshuar forma e dhënies së fondeve. Nuk janë dhënë fondet për litër naftë të harxhuar për X sipërfaqe me një sër burokratisht, por është të thjeshtuar akoma më shumë dhënia e këtyre fondeve për hektar tokë të punuar dhe të kultivuar. Zoti Rapaj, pse në një vend ku bujqësia është sektor kryesor, fermerët ende protestojnë në lidhje me naftën? Nafta protestojnë në lidhje me naftën për arsye të çmimit. Çmimi i naftës është te çdo lloj pritshmërie, për te çdo lloj llogaritje dhe natyrisht rëndon ndjeshëm koston e produkteve. Por kur flasim për skemën është tjetër gjë dhe kur flasim për çmimin e naftës në këtë periudhë ku ne po kalojmë është një tjetër problem. Çështja është që ta theksojmë dhe të mos i friksojmë fermerët në këtë drejtim. Nuk është se janë hequr fondet që janë planifikuar për skemën kombëtare për vitin 2026. Po e ritheksoj, fondet janë 16% më shumë se sa për vitin 2025. Shtuar dhe 10% të faturave të rimbursueshme në fund të 6 muajorit për produktet e shitura për fermerët që nuk janë të formalizuar me TVSH. Pra, në këtë prizëm është tjetër gjë skema kombëtare dhe tjetër gjë çmimi i naftës që është në rritje për arsyet që dihen
geopolitike, të luftës në linjën e mesme e tjera me radhë. A ka rrezik që subvencionet të përfundojnë tek fermerët e mëdhenj dhe jo tek fermerët e vegjël nëse do i cilësonim kështu? Jo, ka një problem tashmë që duhet të theksuar. Po të shikosh limitet që janë vendosur si dysheme në skemën e kaluar, janë më të larta, 50% më të larta se sa limitet e këtij viti. Domethënë, fermerët e vegjël që janë nga tashmë nga 5 krerë lop, që janë nga 50 krerë bakti nga 100, që janë po kështu për kosheret e bletëve, këta fermerë do të shtohet numri i tyre i fermerëve të vegjël në këtë skemë kombëtare që është realizuar. Nuk është se do të zvogëlohen, përkundrazi, ulja e limiteve, reduktimi i limiteve të dyshemes për numrin e krerëve, për sipërfaqet e mbjella, për serat, për certifikimin, për të rinjt, kjo skemë është më dobitpruese se sa skema e vitit kaluar. A është kjo politikë për zhvillimin e bujqësisë apo për uljen e shpenzimeve të buxhetit? Shiko, po ta shikosh nga kjo pikpamje, këtu ka një problematik. Shpenzimet që kryen për sektorin e bujqësisë të krahasuar me rajonin, ne jemi shumë herë më pak se sa rajoni. Në qoftë se ne shpenzojmë, programojmë për të shpenzuar 2.1 deri në 2.2% të totalit të shpenzimeve të buxhetit për sektorin e bujqësisë, rajoni shpenzon 3.5 deri në 5% të totalit të buxhetit. Pra ne jemi gati 2 herë më pak se sa rajoni për sa i përket këtij treguesi. Jemi më pak akoma, po ta krahasoj me Bashkimin Evropian ku duam të shkojmë. Por kjo është një problematikë që Këshilla e Agrobiznesit e ka trajtuar vazhdimisht, do vazhdoj të trajtoj dhe ju bëni shumë mirë që e trajtoni, sepse është një mangësi që ndikon negativisht te konkurenca, sepse mallrat që prodhohen në vendet e rajonit dhe që vinë në Shqipëri përmes importit konkurrojnë me pa të drejtë produktet shqiptare që subvencionohen më pak, por edhe investohen më pak nga fondet e buxhetit të shtetit. Kjo është një faktor që duhet sistemuar dhe duhet rregulluar patjetër. Dhe njëkohësisht, po ta shikosh nga pikpamja e investimeve që ne bëjmë, që kemi bërë në vite dhe që vijojmë të kemi përsëri, kemi investime nën minimalen e nevojshme të kërkesave që ka sektori privat për të përballuar këto flukse dhe këto fortuna që i vinë pas here, njëherë që vinë nga përmbytjet, njëherë nga ngrisat, njëherë nga zjarret, tashmë nga lufta. Pra të gjitha këto së bashku bëjnë atë që vëmendja për financimin e këtij sektorit duhet përqendruar tek shtimi i sasisë fondeve që duhen për të përballuar këto probleme që unë përmenda. Zoti Rapaj, a rrezikon në Shqipëria të mbetet pa prodhim vendas dhe të varet vetëm nga importet? Nuk rrezikon të mbetet pa prodhim vendas apo importi, por rrezikojnë që njerëzit të mbeten pa para. Të mos kenë para për të bler prodhimet. Sepse po të shikosh nga të gjitha anët që ta kthesh me pozicionin që kemi ne, risku nuk është në horizont për të mbetur pa prodhime, por është në horizont që ne të mos kemi fuqi blerëse për të përballuar çmimet e larta, koston e lartë që po vjen nga dal apo shpejt në disa sektor për të si rezultat i luftës dhe i problemeve tjera që përmendëm pak më parë. Zoti Rapaj, a mund të zëvendësoj rimbursimi me 10% të faturës TVSH-s heqjen e subvencionimit të naftës? Jo, nuk mund ta zëvendësoj 10%, por e kanë zëvendësuar shtimi i fondeve dhe janë po të njëjtat fonde. Duhet më kuptoni ju dhe të dëgjuesit dhe shikuesit. Është e rëndësishme të theksojmë që shuma e parave në dispozicion që u zhvillon fermerëve në 2025-ën përfshirë dhe naftën, është 16% më shumë. Plus 10% që jepet për faturat, që është përsëri një grant më shumë, një subvencion më shumë, që u jepet fermerëve për sa i përket kësaj skeme kombëtare. Pra,
në total është llogaritur që të dy këto së bashku të kalojnë shifrën e rreth 70 milion euro që ka skema që përfshin skema kombëtare bashkë me 10%. Zoti Rapaj, sa konkurrues mund të jetë fermeri shqiptar? Konkurrues, ne jemi konkurrues në perime, në fruta perime, lidhur kjo me ngushtë me kushtet klimatike që ne kemi, me investimet që janë bërë në sera. Ne konkurrues jemi tek bimët mjekësore aromatike, jemi tek agrumet, që këto janë të lidhura ngushtisht edhe me rritjen e eksportit. Jemi kohët e fundit në një farë mënyrë edhe tek bletaria, tek agroturizmi. Në këto jemi konkurrues. Nuk jemi konkurrues tek blegtoria, tek prodhimet blegtorale, tek drithrat, dhe në total ne nuk jemi konkurrues në koston e disa produkteve, veçanërisht gruri, misri, ushqimet për blegtorin. Të gjitha këto së bashku bëjnë atë që ne të kemi një raport të disavantazhuar aktualisht në import. Importojmë 3 njësi dhe eksportojmë 1 njësi. Pra jemi në raportin 1 me 3.